një sqim të hollë si di vetëm ajo. Faleminderit shumë. Kjo është një letër shumë interesante, do më pëlqente që ta dëgjonin të gjithë dhe të kishin të njëjtën ndjesi. Përshëndetje bab. Nuk e di nëse kjo letër do të arrijë ndonjëherë te ti, por e di mirë që unë do të gjej qetësi, që unë nuk do të gjej qetësi pa i nxjerr këto fjalë nga brenda vetes. Uroj që netët e tua të jenë pa gjumë, edhe pse jam i bindur se prej asaj dite fatkeqe kur i more jetën në nësime dhe e shkatrove përfundimisht familjen tonë, qetësia nuk ka që më kur shoqja jote. Qelia ku ndodhesh sot nuk është dënimi yt më i madh, dënimi yt është ndërgjegja. Shpirti i një djali në adoleshencë është si një vulkan, zihen, rritet, shtypet dhe shpërthen pa pyetur çfarë gjen përpara. I till isha edhe unë, i mbushur me zemëri, me mlef, me një boshllëk që askush nuk dinte ta mbushte. Aspirova të bëhesha i fortë, fillimisht më i forti i klasës, pastaj i shkollës. Doja të më kishin frikë, doja të më hapnin rrugën kur të hyja, jo sepse isha i keq, por sepse nuk doja të isha i dobët, nuk doja të thyesha kur. Çdo fjalë e rëndë që më drejtoi, më dukej sikur nuk ishte vetëm për mua, por edhe për nënën time, edhe për ty. Sepse kur isha i vogël, ti na rrihje, mua dhe nënën time. Ajo duronte në heshtje, unë rritesha me frikë. Dhe pastaj erdhi përplasja ime vërtet me botën. Pikërisht kur mendoja se po bëhesha i fortë, erdhi rënja. Dita kur mësova të vërtetën. Dita kur kuptova se ti nuk ishe vetëm dhunuesi i fëmijërisë sime, por vrasësi i nënës sime. Që nga ajo ditë, vulkani në mendje dhe shpirtin tim nuk ka pushuar, po përpiqem ta shuaj ngadalë, por flakët më djegin gjithçka nga brenda. Jetoj në një terror të heshtur. Ti më vrave fëmijërinë, më vrave adoleshencën, më vrave rinin, më vrave lirin, më vrave njeriu që mund të isha. Ndaj jo, nuk do të fal kur, as koha nuk do të fal, as pendesa, as fjalët nuk do ta ndryshojnë këtë. Edhe sikur të doja, ti tashmë ja dole. Më shkatrove dhe kjo është historia e një djali që u rit përpara kohe, i detyruar të jetoj me mungesën më të madhe dhe me të vërtetën më të rëndë. Një dëshmi që nuk kërkon hakmarrje, por ndërgjegjësi, një zë që flet për dhimbjen që nuk mbyllet pas hekurave, por mbetet në shpirtin e atyre që mbijetojnë. Dhe mbi të gjitha, një thirrje e heshtur që dhuna të mos trashëgohet, që fëmijë të tjerë të mos rriten me të njëjtën plag. Djali yt, që tashmë nuk është më as i yti, as i vetes. Faleminderit Eda për këtë lexim të përkryer që bëre, dhe tema parë jo më kot është zgjedhur të rinjt në burgje dhe në shkolla. Dhe ne kemi ftuar dy personalitetet jashtëzakonshme që janë marrë me këto dy element ose të rinj që kanë pasur probleme gjatë jetës tyre. I pari me shumë kënaqësi që ka pranuar ftesën në podcastin tim të parë, Zoti Arben Çuko, pedagog dhe ish drejtues i lartë i institucionit të vuajtjes së dënimit ose quajtur ndryshe sistemi penitenciar shqiptar ose burgjet. Faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit për ftesën, është një temë shumë e goditur, një temë paksa delikate. Dhe është pjesë e asaj zgjidhjes së pretenduar për të rinjt shqiptar, po që është një pjesë e një të tërë të integruar që nuk do mjaftoj as podcasti, as vetë sistemi i burgjeve që ta zgjidh ose mirë ta fus në një rrugë zgjidhje. Mund të bëj një pyetje? Pse vrasin të rinjt? Kjo është pyetje që i përshtatet temës sot në labirintit. Labirinti i mendjes ka qenë një nga pyetjet më themelore të njerëzimit, që kur filloi njerëzimi të njoh vetveten, të shkruaj, të lërë diçka të shkruar apo të folur, është pyetje që s'mund ta zgjidhin dot. Se kanë zgjidhur dhe nuk e zgjidhin dot as psikologët, as juristët, as është në brendësi të rrugës që ka njerëzimi. Ndoshta edhe për arsye për shembull të faktit që lexuaj ajo letër. Arsyet janë ekonomike, janë të shumta,
Arsyet janë të shumta. Ka arsye të ndryshme. Arsyet janë shumta. Megjithatë, në çdo realitet, në çdo kontekst shoqëror, ne mundohemi, ne që jemi të fushës të realiteteve të ndryshme, mundohemi që të analizojmë faktorët të cilët kanë ndikuar në shtimin e fenomenit dhe patjetër që do flasim edhe sot dhe të inspiruar edhe nga tema juaj, por edhe nga letra që ju lexuat, i cili reflekton një rast real, një rast konkret, mungesa e babait. Në rastin konkret, për shembull, nëse difusim një analizë, ta bënim një analizë e një mungesa e babait se sa dhunshëm. rëndësishme është në aspektin, jo vetëm në aspektin e prezencës fizike, por në kontekstin simbolik, psikologjik, emocional, për një zhvillimin psikologjik social të fëmijës. Po një babai të dhunshëm apo jo? Pjesa e një babai, pra themi kur mungon babai, por edhe kur ky babai ka qenë i dhunshëm, kemi dy faktor risku në të cilën historiku i këtij adoleshenti është bërë shumë i vështirë. Pra në rastet ideale, në rastet të tilla gjithmonë familjarët tentojnë për të marrë asistim tek specialisti që në kohë, pra që kur ndodh që Atëherë jemi komplikacat me problemi, psikologen e klinikës Rudina Koromani, që Rudina është kënaqësi për ne që ndodhesh këtu në këtë podcast ose emision. Kam qejf ta quaj emision sepse më duket më shumë se sa një podcast dhe është shumë kënaqësi për ne që ndodhesh këtu. Faleminderit. Kënaqësia ime ju përgëzoj, uroj që të keni një sukses me këtë projekt tuaj dhe pse jo që të jepni dhe të lini në memorien kolektive këshilla të vlefshme përse përket problematikave të rëndësishme sociale të cilat na prekin të gjithëve. Të gjithë duam të jetojmë në një shoqëri. Rudina, pa filluar emisioni, më impresionoi ose më bëri shumë të mendohem thellë kur the që këto tema duhen trajtuar gjatë. Nuk mjafton që në një panel të ftuar 5-6 veta thuhet vetëm një fjali dhe asnjëherë nuk ka zgjidhje. Ne pikërisht për këtë jemi, do ftojmë psikolog, avokat, gjyqtar, mësues të suksesshëm që t'japim një frymë tjetër fenomenit në Shqipëri. Sociale nevojiten që të fliten deri në thellësi të tyre për të folur për faktorët e riskut, faktorët mbështetës, faktorët pengues, çfarë mund të bëhet. Pra, dhe nëse ne duhet të flasim, duhet të flasim për to. Ato nuk mund të flitem për 5 minuta, për 10 minuta në paneli me 5 persona ku më shumë flet moderatori dhe nuk thuhet asgjë, por flitet me specialistë të fushës. Të cilët janë brenda fushës, e prekin problemin dhe mundohen që të japin elementet zgjidhës për të marrë një zgjidhje problemin. Rudina, si mund të edukohen fëmijët pra që t'i largohen rrugës krimit të vrasjes, por të shkojnë në një rrugë të para pjesës së edukimit të doja që të flisnin sepse për fenomenin sepse janë bërë kaq të dëmshëm, pse janë futur në rrugën e krimit, pse vrasin pse vrasin njëri tjetrin. Kjo pyetje për mua përfshin një kontekst shumë më të gjerë, qoftë në nivelin individual, qoftë në nivelin familjar, qoftë në nivelin institucional, pra si një lloj shoqëria ka dështuar për të marrë përgjegjësinë, autoritetin dhe edukimin e këtyre fëmijëve. Çfarë ka ndodhur në Shqipërinë? Shqipëria deri në vitet 90 ka pasur një shoqëri shumë të mirë edukuar dhe shumë të mirë disiplinuar, ashtu ishte edhe sistemi në fakt. Nuk kishte nevojë për shumë. Kishte shkolla riedukimi atëherë, tani. Po, ka pasur dy shkolla riedukimi. Tani në dijenin time vetëm një është. Ata që nuk dëshironin që të mësonin menjëherë futeshin për shkolla të profesionale ku për aftësi të ndryshme mundoheshin dhe pra ndihmoheshin, mbështeteshin për të integruar në tregun e punës.